Të nderuar shikues, kemi ndjekur kështu edicionin informativ të orës 15 dhe radha në vime ka personaliteti ditës me cilin do flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe njëkohësisht aktuale. Këto ditë Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shënuar një hap të rëndësishëm në përkrahjen e viktimave të dhunës gjatë luftës në Kosovë përmes një rezolute. Por konkretisht se për çfarë rezolute bëhet fjalë dhe cili është ky hap i rëndësishëm që kanë marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht Kongresi, në lidhje me përkrahjen e viktimave të dhunës gjatë kohës së luftës në Kosovë, ne do të flasim me gazetarin tonë, të cilin do ta kemi në linjë të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotri Lulzim Mulliqi. Përshëndetje, zoti Mulliqi. Përshëndetje dhe për juve Ariana në studio, përshëndetje për gjithë stafin e televizionit Koha, gjithashtu për të gjithë televizionistët dhe shqiptarët në botës kudo që ata janë. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë. Mirpo sot do të flasim për një temë tjetër që ka të bëjë me Kongresin e SBA-ve dhe për një hap të rëndësishëm që ka marrë në përkrahjen e viktimave të dhunës gjatë kohës së luftës në Kosovë. Çfarë përmban realisht kjo rezolutë? Po Ariana, ashtu si që anësuat edhe ju në fillim të këtij emisioni, Kongresi Amerikan ditëve të fundit ka bërë një rezolutë të rëndësishme kjo për të gjithë viktimat e luftës në Kosovë. Kongresi Amerikan pra pas shumë vitesh paraqiti rezolutën tash të quajtur numër 26, që është edhe një herë një zë i fuqishëm kundër krimeve të dhunës seksuale të kryera në Kosovë. Pra kjo është një betejë e gjatë, e heshtur, e dhimbshme, por që me në fund ka marrur vëmendjen e merituar qoftë e opinionit publik amerikan, po ashtu edhe të ligjvënësve amerikan e kryesisht atyre të dhomës së përfaqësuesve. Në këtë rezolutë kërkohet pra qeverisë serbe që të zbardhë drejtësinë dhe që të sjellë para drejtësisë të gjithë shkelësit e veprave penale, të cilat në të drejtën ndërkombëtare publike kualifikohen si vepra penale të krimeve të luftës, të krimeve kundër njerëzimit, por edhe si akte të rënda të gjenocidit, ku në bazë të gjitha parametrave ndërkombëtare, pra një nga ligjet më të dënueshme të krimeve të luftës, padyshim se janë edhe dhunimet seksuale, ku sipas shënimeve statistikore vetëm gjatë vitit 98-99 gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë qenë të dhunuara nëse 20.000 gra nga Kosova, të cilët pra që ka shumë vite kërkojnë drejtësi për para drejtësisë ndërkombëtare. Mund të themi gjatë këtyre 30 viteve të fundit të drejta ndërkombëtare është zhvilluar në drejtim pra të kërkimit të përgjegjësisë më të madhe për krimet e luftës, duke përfshirë krimet e dhunës seksuale që janë një nga krimet më të rënda kundër njerëzimit, por të kualifikuara edhe si akte gjenocidale. Andaj i kërkohet Serbisë që sa më parë të sjellë të gjithë kryesit përpara drejtësisë penale, por në anën tjetër i kërkohet edhe administratës së presidentit Trump që të bëjë më shumë në këtë drejtim, në mënyrë që të mbrohen të gjitha gratë të dënuara, po ashtu jo vetëm krimet e luftës në Kosovë, por edhe të luftrave dhe vatrave tjera të luftës, pra të cilet konsiderohen se ka krime të kësaj natyre edhe gjatë luftës në Ukrainë nga agresioni serb, por edhe gjatë luftimeve në rripin e Gazës. Por ajo që është rëndësishme, kjo rezolutë pra pas mëse 25 viteve është rëndësuar për herë të parë në dhomën e përfaqësuesve pra të njohur ndryshe si Kongresi Amerikan, kur se Kongresi Amerikan përbehet nga dhoma e përfaqësuesve, që është dhoma e ulët dhe dhoma e lartë. Dhomën e ulët përben 435 kongresistë, ndërkaq që dhomën e lartë njohur si Senati Amerikan përbehet nga 100 senatorë. Kjo rezolutë fillimisht është iniciuar apo është nisur nga kongresistja Julie Johnson, e cila është përfaqësuese e distriktit numër 32 në shtetin e Teksasit. Pastaj kjo është e suportuar e mbështetur dhe e sponsorizuar edhe nga kongresistë të tjerë, kryesisht ata kongresistë të cilët përmbajnë edhe Këshillin në mbështetje të çështjeve shqiptare, të cilët njëkohësisht janë edhe miq të komunitetit shqiptar amerikan, si Kate Self, pastaj Rich Torres, pastaj Jim McGovern, Alexandra Cortez, pastaj George Latimer, Mike Lovler, Mark Vesey dhe Ilhan Omar. Pra, ky është një numër i kongresistëve të cilët kanë mbështetur me vite çështjen shqiptare, qoftë atë të Kosovës, të Shqipërisë, por edhe të shqiptarëve në Ballkan, pra të shqiptarëve të Maqedonisë, Luginës së Preshevës, por edhe ata të Malit të Zi. Vlen të përmendet se kjo është një nga rezolutat e rralla, të cilët ka gjetur një përkrahje të madhe
në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku vlen të përmendit se inicimet e rezolutave të tilla ka pasur edhe më herët në të drejtën ndërkombëtare penale, ku për herë të parë pra një tentim të tillë, pra të rezolutave të tilla ka pasur gjatë Tribunalit Ndërkombëtar për krimet e luftës në ish Jugosllavi, me rastin e krimeve pra të ndodhura në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë e Hercegovinë. Pastaj ka pasur rezoluta të ngjashme nga ana e Kongresit Amerikan edhe për luftat e tjera ndërkombëtare e kryesisht ato të Tribunalit Ndërkombëtar për krimet e luftës në Ruanda dhe Sierra Leone. Pastaj të gjitha këtu janë kodifikuar me edhe në statutën e Romës të Gjykatës Penale Ndërkombëtare, ku format e dhunës seksuale pra hetohen dhe ndiqen penalisht si krimet më të rënda kundër njerëzimit të ushtruar ndaj popullatës civile deri në shkallë të gjenocidi, ku thuhet se këtu janë tentime për të shkatruar një grup etnik, fetar, racor apo kombëtar në tërësi ose pjesërisht, ku një rëndësi e madhe pra i jepet edhe dokumentimit apo faktimit të këtyre luftrave, të këtyre krimeve pra të cilat janë bërë gjatë luftrave të ndryshme, të cilat janë kualifikuar si dhunë seksuale, të cilat janë pra të dënuara në të gjitha konventat ndërkombëtare, së dhe nga parimi bazë i Kartës së Lirive dhe të Drejtave të Njerëzimit, të cila është miratuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Të shpresojmë se kjo rezolutë do të jetë edhe një herë një hap pozitiv për Kosovën, sepse Kosova është duke u rikthyer edhe një herë në agjendën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe pikërisht është edhe një mbështetje për të gjitha viktimat të cilat kaq shumë vite kanë vuajtur, dhe tani do të kemi pra një përkrahje ndoshta edhe institucionale, edhe shtetërore për të gjitha të mbijetuara, të gjitha viktimat e dhunës së kësaj natyre, të cilat pra thuhet se në Kosovë nuk dihet numri saktë i tyre, por megjithatë mendohet se është një numër i konsiderueshëm i grave të cilat pra kanë qenë të dhënuara nga forcat ushtarake, policore dhe apartheidiste serboslave, dhe të gjitha këto pra janë krime të cilat kualifikohen si krime të luftës, krime kundër njerëzimit, por edhe krime në shkallë gjenocidi. Mirë po, sa është e rëndësishme kjo rezolutë e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Çfarë rëndësi e ka për viktimat e dhunës në Kosovë? Po, Ariana, përderisa në aspektin e kushtetutshmërisë, ligjshmërisë dhe në aspektin e normave juridike ndërkombëtare, rezolutat janë vendimet të cilat merren në fund, janë vendimet të shkruara të cilat merren në fund të punimeve të kongreseve, të konferencave të ndryshme apo të forumeve të rëndësishme ndërkombëtare, por që në aspektin juridik nuk janë obligative, por nga ana tjetër në të drejtën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomatike paraqesin një relevancë të rëndësishme për rekomandimin e një organi ligjvënës për të zbardhur këtë të drejtë dhe për të arritur që kombe të ndryshme, por edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, por edhe qeveritë e vendeve të ndryshme të ndërmarrin masa adekuate në kërkim të vlerësimit të këtyre dëmeve që janë shkaktuar gjatë krimeve të luftës, dhe kjo është një hap pozitiv për Kosovën, sepse Kosova tani do të fillojë edhe mendimin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës të paraqesë këto raste të dhunës në mënyrë institucionale, ku të gjithë kryqëzit e kësaj natyre të dhunës do të jenë përgjegjës, ku dihet se në të drejtën ndërkombëtare dënimet e luftës janë dënime të cilat nuk parashkruhen, nuk vjetërsohen, dhe janë dënime të cilat do të kërkohen në çdo kohë dhe në çdo rrethon, kështu që institucionet relevante, përkatësisht organet e drejtësisë dhe ligjpatuese në Kosovë e kanë të drejtën tani me jo vetëm brenda institucionale, por edhe ndërkombëtare nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që të hedhin denoncime mbi të gjithë kryqëzit e këtyre veprave penale. Andaj kërkohet me ngurm që Serbia duhet që shkelësit e këtyre krimeve të sjellë sa më parë para drejtësisë, kur di se në të kaluarën të gjitha qeveritë serbe që nga koha ish presidentit Bill Clinton kanë pasur pra presion që qeveria serbe duhet të zbardhë të gjitha viktimat e luftës dhe të sjellë kryqëzit e këtyre veprave penale para drejtësisë, meqense qeveritë serbe asnjëherë nuk kanë bashkëpunuar me të drejtën ndërkombëtare e aq më pak me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hedhur me herët dhe rezoluta të tjera
kur është si dihet ajo e vëllezërve Bytyqi, Agron Mehmet dhe Yll Bytyqi, të cilët ishin në shtetësi amerikane, por të cilët ishin të kyçur drejt për së drejtin e batalionit Atlantiku, që ishin rreshtuar për krah shtrirës lirimtare të Kosovës, dhe gjatë vitit 1999 në mënyrë misterioze pra janë ekzekutuar nga forcat policore dhe ushtarake serbe në Petrovo Selo të Serbisë, dhe që nga ajo kohë qeveria serbe nuk ka bashkëpunuar me drejtësinë amerikane, dhe kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi pra që nga ish administrata presidentit Bill Clinton e deri tek administrata e tanishme pra presidentit Donald Trump ka bërë presion mbi të gjitha qeveritë serbe për zbardhjen e krimeve të këtyre krimeve që ka bërë pra Serbia gjatë viteve 1998-1999 në Kosovë dhe kjo shpreson që këtu ngjarje do të zbardhen, do të faktohen dhe dokumentohen se krimet e luftës, të cilat edhe me tej pra Serbia është duke u shpallur një shtet gjenocidal e cila ka bërë krime në vendet e ish Jugosllavisë, duke përfshirë që nga ajo luftat të cilat kishte iniciuar në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe së fundi në Kosovë, dhe shpreson që të gjitha këtu do të zbardhen, pra pasi që tani do ta kemi edhe një rezolut me tepër në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan dhe do ta kemi mbështetjen dhe përkrajen në DMC edhe të dhomës e përfaqësuesve apo të Kongresit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, mbasi dhe të Senatit dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Unë pikërisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, ka pasur më herët apo në të kaluarën rezoluta të ngjashme nga Kongresi Amerikan, po megjithatë që u përgjigjet në pyetjen paraprake? Po Ariana do të kaloj në retrospektive në ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në vitet e mëhershme. Këtu vlen të përmendet rezolutat e rëndësishme të cilat janë hedhur në Kongresin e Shtetit Bashkuara të Amerikës, me pas edhe në Senatin Amerikan. Pikërisht vlen të përmendet rezoluta e parë, e cila është hedhur pra rezoluta 158 e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan me 15 korrik të vitit 1986, e cila ishte iniciuar nga kryetari i lobit shqiptar amerikan, i cili ishte edhe ish kongresist amerikan me prejar dhe arbëreshe, Joseph Diogardit, dhe këshilltari së çështjeve ballkanike Shelley Cloyes Diogardit, të cilët në atë botë kishin hedhur rezolutën 158, e cila denonconte krimet e ish Jugosllavisë mbi shqiptarët në ish Jugosllavi, duke përfshirë krimet të cilët kishte bërë shteti Jugoslav dhe diskriminimin deri në shkallë gjenocidi mbi shqiptarët në ish Jugosllavi, duke përfshirë këtu shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malizit dhe shqiptarët nga Lugina e Preshevës. Është e rëndësishme të potencohet se një ditë më vonë e njëjta rezolutë është hedhur edhe në Senatin Amerikan, kur ditë Senati Amerikan është dhoma e lartë e Kongresit, e cila përbën nga 100 senatorë dhe kishte gjetur mbështetje njërit nga senatorët më të fuqishëm të asaj kohe, i cili kishte marrë pjesë edhe në zgjedhjet presidenciale si kandidat presidencial nga radhët e Partisë Republikane, Robert Dole apo e njohur si Bob Dole, që ishte një mik i madh i shqiptarëve, dhe kjo rezolutë kishte gjetur pra sensibilizimin e madh të ligjvënësve amerikan dhe ishte miratuar një zëri, kështu që rezolutat e tilla dhe dëgjimet e seancave të ndryshme, qoftë seanca dëgjimore në Kongresin apo në Senatin Amerikan, pra ka pasur që nga periudha 1988-1989, pikërisht në kohën kur ish Joseph Diogardi, pra ishte një kongresmen me reputacion të madh në Kongresin Amerikan, ai njëkohësisht ishte edhe përfaqësues i lobit apo i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, ku në udhëheqjen e zotit Diogardi, pra Kosova pati rezolutat më të fuqishme në Kongresin Amerikan, por gjeti edhe përkrahje më të fuqishme të saj, ku dihet se më pas Kosova u bë edhe shtet sovran dhe i pavarur në saj të gjitha këtyre rezolutave të Kongresit Amerikan, por edhe të seancave dëgjimore qoftë Senatin Amerikan, kështu që Kosova pra ka pasur një mbështetje të vazhdueshme edhe nga lobi shqiptar amerikan, por edhe nga organet më të mëdha vendimmarrëse amerikane, siç janë Kongresi, Senati dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Megjithatë, si e vlerësoni diplomacinë sot të Kosovës në arenën ndërkombëtare? Cili është vlerësimi juaj në këtë drejtim?
Të themi të drejtë, diplomacia e Kosovës në arenën ndërkombëtare ka qenë fuqimisht një diplomaci aktive dhe mjaft intenzive, me njerë pashpallës e pavarësisë se Kosovës me 17 shkurt 2008, kur themi se në këtë kemi pasur dhe mbështetjen e vazhdueshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të themi të drejtën vizita ish presidentit amerikan George Bush i riu në Tiranë me 10 qershor të vitit 2007, sikur paralajmëroi shpalljen e pavarësisë së Shtetit të Kosovës, kur ne atëku ish presidenti Bush pra gjatë vizitës në kryeqytetin shqiptar në Tiranë me ish kryeminist Sali Berisha, edhe njërë në deklaratën për shtyp para gazetarëve theksoi se mjaft është mjaft dhe Kosova do të shpallet shteti i pavarur, për që me 2008, pra me shpatnit shkurt, Kosova u shpall shteti më i ri pra i pavarur në Europë, kështu dhe brenda një kohë të shkurtër Shteti Bashkuar të Amerikës, pra brenda 48 orëve e njohën edhe pavarësinë e shtetit më të ri në Kosovë, dhe që nga ajo kohë kemi pasur një njohje të shpejtë dhe të fuqishme ndërkombëtare të Kosovës, ku Kosova ishte njohur nga 116 vende, pra anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mbeti edhe pjesa tjetër, pra Kosova të njihet edhe nga 5 vende tjera pra të Bashkimit Evropian, të cilat do të ishte një rezultat i madh që Kosova të arriste një njohje në shkallë të gjerë ndërkombëtare dhe Kosova do të mund të antarësoj edhe në forumet më të rëndësishme ndërkombëtare, mbetet edhe shumë për të bërë, sepse Kosova duhet të antarësohet edhe në forume tjera dhe organizata më të rëndësishme ndërkombëtare, siç është Shoqata Ndërkombëtare për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO në Paris, pastaj Interpoli, pastaj integrimi i saj në Aleancën Veriatlantike në NATO, si dhe qëllimi final aspirues i Kosovës mbetet antarësimi i saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si qëllimi përfunditar i saj, por që kemi pasur një ngecje në njohje ndërkombëtare për Kosovën, kur dihet se njohja e fundit ishte pikërisht në vitin 2020, dhe kjo njohje i atribuoi ekskluzivisht presidentit Donald Trump, ku njohjen e fundit e kishin pranë nga shteti izraelit, por ajo që ngjall shpresat që Kosova po rikthehet fuqishëm në njohjet në arenën ndërkombëtare është dhe njohja tash muajve të fundit dhe nga 2 vende afrikane, siç është njohja nga Sudani dhe njohja nga Kenia, të cilat Kosova po bëhet një shtet gjithnjë më i rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, duke u bërë një shtet sovran dhe duke krijuar marrëdhënie diplomatike edhe me vende të tjera. Raporti i marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës mbetet vendimtar dhe mbetet një nga qëllimet më të mëdha të institucioneve relevante të Republikës së Kosovës, meqense viteve të fundit kemi një ngadalësim të marrëdhënieve diplomatike në rangun diplomatik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse siç dihet Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës dhe ajo diasporës ka qenë neglizhente gjatë diplomacisë e tyre, kërkohet një hap vendimtar, meqense Kosova ka përfaqësuesit e vet diplomatik, qoftë në ambasadën e vet e akredituar në Washington dhe në konsulatën e përgjithshme të Republikës së Kosovës në New York, por diplomacia kosovare është ngadalësuar kohëve të fundit, kështu që nevojitet një diplomaci më interaktive, më dinamike dhe më intenzive me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur dihet se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aleati më kyç, më kryesor dhe më i madh i Republikës së Kosovës, por edhe të gjithë shqiptarëve në veçanti, meqense mos konstituimi në kohë të dur pra institucioneve të Kosovës, pra mos konstituimi i parlamentit apo i kuvendit të Republikës së Kosovës, i formimit të qeverisë, i konsolidimit të dikasterëve të saj, domethënë është një hap i cili nuk bën të mundur një diplomaci më aktive dhe më intensive me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të urojmë që Republika e Kosovës të bëjë sa më parë të dalë nga ngërçi politik që ka kapluar partitë tona politike shqiptare në Kosovë, të konstituohet kuvendi i Kosovës, pastaj edhe qeveria e Kosovës dhe në tekst të veçantë Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës të jetë më aktive, të kërkohet që numri i njohjeve ndërkombëtare për Kosovën të rritet në një shkallë më të madhe, kështu që në një të ardhme të afërt të jetë mundur që Republika e Kosovës të antarësohet edhe si antari 194 i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku ky do të ishte edhe qëllimi final i Republikës së Kosovës që të jetë antar aspirues i Organizatës së Kombeve të Bashkuara
por edhe anëtar i Aleancës Veriatlantike të NATO-s në një të ardhme të afër. Po, pikërisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, megjithatë ju e përmendët raportin apo diplomacinë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Mulliqi, unë ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione kaq të rëndësishme që ndërlidhen me Kongresin Amerikan dhe për një hap të rëndësishëm që ndërlidhet me viktimat e dhunës në Kosovë në kohën e luftës. Faleminderit që gjithmonë ndani kohë dhe na nxjerroni në emisionin tonë. Faleminderit edhe nga ju, është kënaqësi të jam pjesë e misionit tuaj, edhe një herë përshëndetje për stafin tuaj të shkëlqyer të televizionit Koha dhe të gjithë teleshikuesve dhe shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit shumë për përshëndetjet, faleminderit shumë për kontributin tuaj. Të nderuar shikues, faleminderit. Të nderuar shikues, ka qenë dhe kjo pjesa e personalitetit të ditës së sotme dhe tema apo intervista e ditës. Ndërkaq që ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin ton, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e fundit të emisionit.